Të nderuar teleshikues, përshëndetje, mirë se vini në episodin ton të radhës të podcastit ton E pim një kafe bashk. Tema të cilën do ta diskutojmë sot është pak më ndryshe, por shumë e rëndësishme, është një temë e cila na prek të gjithëve në mënyrë direkte apo indirekte. Do të flasim për kancerin, për këtë sëmundje e cila ngjall shumë pasiguri, shumë frikë tek shumë pacientë apo tek shumë njerëz, por edhe shumë shpresë. Dhe për këtë kam të thirrur sot në studion time mjeken onkologe, zonjën Vjolca Skënderi Neziri. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot me ne. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Është vërtet kënaqësi që të kemi sot ty në studio dhe të diskutojmë pak për kancerin, për frikën që ngjall si sëmundje dhe për shumë detaje të tjera. Por fillimisht do doja të ndalem tek ajo se si ka rrjedhur karriera juaj, pse vendosët që të punoni si onkologe apo të bëheni onkologe? Fillimet e mia dhe vendosja për të bërë onkologe ishte pak të them e rastësishme, sepse në fillim unë punësova në Spitalin Klinik të Tetovës si mjek sekundar, i thuhet, në repartin e ginekologjisë. Sepse nga studimet e kisha shumë dëshirë si shumica e studenteve që kanë dëshirë të bëhen ginekologe, dhe pata dëshirë edhe unë shumë ginekologjin dhe punova aty gati 2 vite. Por pastaj me hapjen e konkursit, sepse është konkurs shtetëror i specializimeve, ginekologjia nuk ishte dhe më lajmëruan se nuk do të ketë goxha gjatë kohë. Dhe me që nga natyra jam ambicioze dhe nuk kam kohë shumë të pres, mendoj se koha më ikën, duhesht të vendosi çka tjetër të marrë dhe në atë kohë mu ofrua onkologjia, e cila si specializim nuk ekzistonte, mendoj nuk kishte specialist në spitalin ton. Dhe për mua ishte diçka e re, sepse në kohën e studimeve në atë kohë kur unë kam kryer, ajo ka qenë viti 2006-7, onkologjia në kohën tonë ishte në formë të kolokviumit, nuk ishte diçka ndonjë land kështu shumë. Dhe të them diturit për nga onkologjia ishin më të kufizuara. Dhe në atë kohë isha skeptike për onkologjin, mirë po pastaj fillova të studioj, të hulumtoj dhe më zgjoj në një farë mënyre më zgjua të them dëshira për t'i hy kësaj sfide dhe kështu pranova të marr onkologjin në specializim dhe gjatë atyre 4 viteve në klinikën për onkologji dhe radioterapi në Shkup unë vazhdova edukimin tim profesional ku brenda 4 viteve e kreva me sukses dhe u ktheva këtu në Spitalin Klinik të Tetovës dhe fillova nga e para, nga zero, për të bërë një repart të onkologjisë, për të bërë stafin, e kështu me radhë, u ballafaqua me shumë sfida të ndryshme, por gjithmonë falë miqve, shokëve, bashkëpunëtarëve, arritëm që tani më 12 vite të bëjmë një repart onkologjik në spitalin ton ku trajtohen kanceret i gjirit, kanceri i prostatës, kanceri i zorës. Tani më 6 vite edhe me kimioterapi, me terapi hormonale, me terapi bisfosfonatësh. Kemi pacientët tonë që prej fillimi janë trajtu këtu te ne dhe jemi ambicioz që të vazhdojmë edhe më shumë dhe më tutje. Pas 12 vjetësh, a mendon se ka qenë zgjedhja e duhur që e ke bërë? Po, pas 12 vitesh, gjithmonë them tani se njeriu nga një herë mendon se e di vetë se cili është çka është më mirë për veten e tij, por pastaj koha e tregon se nuk është gjithmonë ajo që ne mendojmë se është më e mira për ne. Ka një arsye sepse ne duhet të zgjedhim diçka tjetër. Dhe tani jam shumë falënderuese që e punoj këtë punë. A ndryshon kuptimi i jetës kur punon në një fushë që ballafaqohesh me pacient, me sëmundje që përfundojnë edhe fatalisht? Këtu pjesa e punës me kancer është një punë pak më ndryshe.
Pacientët tanë janë pacientë të cilët njëherë kur ballafaqohen me sëmundjen e kanë më të vështirë, e kanë atë aspektin psikologjik që i rëndon më tepër, dhe është shumë e rëndësishme që ato të kenë besim te mjeku i cili ato i trajton. Sepse në një farë mënyre kur vinë te ne pacientët, unë u them tani ne do bëhemi familje dhe do të shoqërohemi gjatë kohë, dhe ashtu është realisht. Prandaj kërkon durim, kërkon mirëkuptim, kjo punë, dhe nga njëherë varet edhe nga karakteri. Si karakter, unë jam njëri që kam më tepër durim, kam më tepër empati me njerëzit, dhe në qoftë se don njeriu, mendoj se arrin atë. Kërkon më tepër durim puna me pacientët me kancer. Kur e marrin vesh se janë diagnostikuar me kancer, zakonisht cilat janë ato reagimet e para që i hasni tek pacientët, si e përballojnë edhe pacientët por edhe familjarët, dhe sa ndikojnë edhe ju vetë? Janë të ndryshme, dhe secili pacient varësisht nga karakteri që ka, ashtu e jep edhe reaksionin. Edhe familjarët, nga njëherë janë familjarët ata që janë më të shqetësuar, dhe pacienti është ai që e merr, ta them, më me qetësi situatën, dhe ka njerë është e kundërta. Ka njerë familjarët kërkojnë mos e di pacienti, kemi edhe ashtu raste. Mirë po, në përgjithësi, dhe mendoj që është normale, sepse çdo qenie e gjallë, në qoftë se kupton se në trupin e tij ka kancer, gjithmonë mendon se tani në fund fundi do të jetë fatal. Dhe frika është ajo që i detyron njerëzit të reagojnë fillimisht me panik, me frikë, dhe pastaj e kuptojnë se nuk është gjithmonë kjo. Cilat janë disa nga shenjat fillestare që na tregon trupi, organizmi jon se diçka nuk është në rregull, apo mund të jetë ndonjë simptom që mund të jemi të prekur nga kanceri, që në të shumtën e rasteve ndoshta edhe e neglizhojmë? Shumica e kancereve nuk japin shenja se diçka nuk është në rregull me organizmin. Kur japin shenja, ajo do të thotë se kanceri ka filluar të ndryshojë, ta them, atë balansin normal të organizmit. Prandaj gjithmonë janë shumë të rëndësishme kontrollat preventive që i themi ne, që për fat të keq në vendin ton këto kontrolla në një farë mënyre janë të neglizhuara, sepse mentaliteti këtu është të vizitohet mjeku vetëm atëherë kur kemi dhimbje, ose kur kemi ndonjë simptom të cilën nuk e kemi pasur, domethënë. Dhe prandaj shpesh hasim pacientë të cilët na vinë në faza të avancuara të sëmundjes, dhe në këtë drejtim ende duhet shumë punë, edhe pse për shembull vitet e të fundit mundohemi edhe ju si media, edhe ne mjekët që punojmë me kancerin, nëpërmes të fushatave sensibilizuese ti sensibilizojmë njerëzit, i kushtojmë rëndësi më tepër këtyre kontrollave preventive te mjekët. Por ende shumë punë duhet. Domethënë jo gjithmonë organizmi jep shenja se diçka nuk është në rregull. Cilat janë disa nga kontrollet që ju i sugjeroni që të bëhen vazhdimisht për të preventuar kanceret, por edhe sëmundje tjera? Po, secili kancer i ka ato kontrollat e veta specifike, dhe për shembull do t'i përmend disa që t'i përfshim në një farë mënyre. Për shembull te gratë është me rëndësi që qysh në moshën 35 vjeçare ta bëjnë mamografinë e parë, flasim për kancerin e gjirit. Në qoftë se në familje kanë pasur ndonjë antar që ka qenë e prekur me kancer gjiri, është mirë që këto kontrolla të fillojnë edhe më herët. Nuk është keq qysh në moshën 30 vjeçare të paraqiten ta bëjnë kontrollën e parë. Që është qoftë mjeku familjar, dhe pastaj nëse ka nevojë edhe te kirurgu torakal, te onkologu, te radiologu. Gjithashtu te gratë është shumë e rëndësi që ta vizitojnë ginekologun e tyre. Prej momentit kur te vajza paraqiten menstruacionet, nëna duhet ta paraqet vajzën te ginekologu, ta bëj një kontroll ginekologjike, që pastaj ajo vajzë ta di se është normale ta vizitojë ginekologun, sepse shumë të rëndësishme te gratë, për shembull, për paraqitjen e kancerit të qafës së mitrës, që është një sëmundje e cila nëse detektohet në fazë të hershme, është sëmundje që shërohet komplet. Dhe pikërisht këtu qëndron problemi, se përsëri gratë ginekologun e vizitojnë kur ngelin shtatësën dhe kur lindin, dhe asnjëherë më.
janë shumë të rëndësishme këto vizitat e ginekologut, sepse atëherë bëhet pap testi ose strishoja dhe HPV tipizimi, që sipas protokoleve më të reja nuk mjafton më vetëm strisho pap test, por duhet edhe HPV tipizim për të parë se ka infekcion ose jo dhe pasi të trajtohet e njëjta që mos vi deri te ndryshimet prekancerogjene ose edhe kancerogjene. Dhe jo gjithmonë një ndryshim prekancerogjen do të thotë se tani kam kancer dhe fundim do të jetë i keq. Folëm këtu për gratë, ose kancerin e vezoreve. Kanceri i vezoreve nuk jep shenja, dhe zakonisht preken gratë e reja, vajzat e reja. Prandaj nëse nuk bëjnë vizita te ginekologu, nuk mund të detektojnë se ka kancer vezoresh. Kur do të jep shenja, do të jetë vonë, do të jetë i avansuar. Pastaj, te burrat, te djemtë e ri për shembull, karcinoma e testikujve gjithashtu nuk jep shenja, paraqitet një masë mobile në testikuj, e cila nëse vet djali nuk ekzaminohet, nuk paraqitet te urologu, ka frikë, ka turp, i njëjti do të zhvillohet më tepër dhe pastaj do kemi problem, sëmundja do të jetë avansuar. Flas për të rit, zakonisht këto hezitojnë të shkojnë. Burrat më në moshë kanë kancer prostate, por ato më tepër paraqiten te urologu, edhe pse edhe ato paraqiten në kohë të avansuar. Atëherë kur është zhvilluar më tepër sëmundja. Domethënë sa më herë një ndryshim nuk duhet të pritet ndryshim që të shkohet te urologu. Domethënë bëhet mosha 40 vjeçare, vizitohen një urologun. Për meshkuj klasim. Njerëzit që janë duhanpirës, duhet shumë të jenë të vetëdijshëm se duhani shkakton kancerin e mushkrive, shkakton kancerin e fshikëzës urinare. Prandaj këta njerëz duhet shpesh të vizitojnë pulmologët dhe urologët, që mos paraqitet karcinoma për shembull. Ose kancerin e gjuhës gjithashtu tek këto mund paraqitet. Gjithashtu njerëzit që punojnë për shembull në diell, janë njerëz që janë të eksponuar gjithkohën rrezeve ultraviolet dhe këto janë të rrezikuar nga kanceret e lëkurës. Dhe këto gjithmonë duhet ta vizitojnë dermatologun. Domethënë, varësisht si e ke stilin e jetesës, aty duhet të fokusohesh që t'i bësh kontrollat. Tash nëse kam harruar diçka tjetër, do më falni, por mendoj se i kemi përfshi më shumë. Kur jemi tek kontrollet, tek vizitat mjekësore, veçanërisht tek të rinjt, a janë më të ndërgjegjësuar apo vazhdon të jetë tabu kjo? Me që e përmende se shkojnë vetëm kur është vonë ose kur shohin ndonjë ndryshim në organizmin e tyre. Në qoftë se unë bëj krahasim nga viti 2014, kur unë kam filluar të punoj si onkologe, dhe deri tani, unë kam parë një përmirësim në të mirë, veçanërisht te vajzat, te gratë e reja, të cilat bëjnë edhe kontrolla me që duan ta dinë strukturën e gjirit të tyre, flas për kancerin e gjirit. Dhe kjo më bën shumë të lumtur kështu, sepse domethënë ka filluar të rritet vetdia te gratë e reja, dhe kjo është mirë, por nuk është e mjaftueshme. Ne ende kemi edhe gratë e reja që paraqiten në fazë të vonshme. Të avancuar. Kur jemi tek faktorët, a ndikon stili jetesës, a ndikon predispozita gjenetike, çfarë ndikon që të shfaqet kanceri? Kanceri si sëmundje është një përzierje më tepër faktorëve. Prandaj asnjëra nga faktorët që i përmendët nuk është, të them, 90% mbisundues në paraqitjen e kancerit. Vetë ndryshimet e qelizave për të paraqitur kanceri kanë një etiologji më të komplikuar, qysh në nivelin molekular, në nivelin qelizar, dhe për të filluar ajo rritje jo normale dhe ajo ndarje jo normale këtyre qelizave, ndikon edhe gjenetika, ndikon edhe stili jetesës, ndikon edhe mjedisi jashtëm, do të thonë ndikojnë më tepër faktorë, të gjitha kur kombinohen pastaj, paraqitet karcinoma. Kemi sëmundje, si që është kanceri i gjirit, kanceri i vezoreve për shembull, që janë sëmundje gjenetikisht të transmetueshme, të trashëgueshme thuhet, por shkenca tregon se në 70% të rasteve, gratë me kancer gjiri nuk kanë asnjë antar që është i sëmur me kancer. Që të thotë se në paraqitjen e kancerit kanë ndikuar faktorë tjerë, si që është stili jetesës, si që është ndotja e ajrit, mjedisi ku jetojmë, puna dhe shumë faktorë të tjerë. Cilët janë disa nga kanceret më të shpeshta që ju i hasni në punën tuaj të përditshme me pacientët?
Në vendin ton nuk ka një statistikë të saktë se cilat janë kanceret dominuese. Mendoj ne e dim përafërsisht, po cili është dominues ende nuk dihet sepse kancer regjistri ende duhet të punohet për të qenë shumë i saktë dhe koncis. Mirë po si patologji që janë më të shpeshta në vendin ton janë kanceri i gjirit, është kanceri i traktit gastrointestinal ose i traktit tretës, kanceri i mushkrive, kanceri i prostatës, dhe pastaj ginekologjiku dhe pastaj të tjerët. Ndalemi pak tek trajtimi i kancerit, a ka ndryshuar mënyra se si trajtohet kanceri këto të paktën 10 vjetët e fundit këtu në vendin ton? A janë gjetur metoda më efektive? Patjetër, trajtimi i kancerit është në gjithë botën bazohet në protokolle të verifikuara shkencërisht si në Europë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këto protokolle vlen për gjithë globin. Domethënë nuk ka protokolle që vlen për Maqedoninë, disa për Shqipërinë, Turqinë, kështu me radhë, jo. Ata janë të nivelit ndërkombëtar. Dhe vendi ynë këto 10 vitet e fundit mundohet të ndjek standardet botërore sa u përket barrave të reja që për të cilat shkencëtarët domethënë i preferojnë ose i sugjerojnë se duhet të futen në trajtim të pacientëve. A janë të gjitha barrat? Nuk janë të gjitha barrat, mirë po shumica atyre që janë të rëndësishme dhe kyçe në trajtimin e pacientëve janë në vendin tonë. Këtu nuk flas për kimioterapinë, gjithmonë ka qenë kimioterapia dhe terapia hormonale, flasim për terapinë imuno dhe për terapinë target. Domethënë, edhe këto barrat e reja viteve të fundit i ka edhe shteti ynë. Kur jemi tek terapia, mund na shpjegoni pak në mënyrë më të detajuar për gjithë ato që po na ndjekin, ku qëndron dallimi mes kimioterapisë, imunoterapisë dhe terapive të targetuara? Këto 3 terapi që i përmendëm, në fakt ndërveprojnë njëra me tjetrën, ose të them e kompenzojnë njëra tjetrën. Ajo që është bazë është kimioterapia, dhe si vepron, kimioterapia është një terapi qëllimi i së cilës është që të shkatrojë qelizat kancerogjene në ADN-n e tyre. Dhe në këtë mënyrë edhe reagon. Janë ato fazat e ciklit qelizor dhe në secilën fazë është aktiv kimioterapia, që pastaj sepse qelizat kancerogjene ka një specifik. Këto shumohen në mënyrë të pakontrolluar. Domethënë nuk janë si qelizat normale që kanë një cikël normal të zhvillimit të tyre. Këto kanë çrregullime në ADN-n e tyre dhe shumohen në mënyrë të pakontrolluar. Dhe prandaj kimioterapia vepron direkt në ciklin qelizor të tyre, në ADN-n e tyre. Domethënë i shkatron komplet këto qeliza. Mirë po, kimioterapia nuk i kursen as qelizat e shëndosha, veçanërisht qelizat të cilat kanë rritje të shpejtë. Dhe këtu bëjnë pjesë qelizat e bardha të gjakut, domethënë të palcës kockore, gjithashtu mukozat, qelizat e mukozave, folikulit të flokut, dhe prandaj pacientët që i trajtojmë me kimioterapi, shpesh në pamjen e tyre të jashtme i shohim me rënje të flokëve, me anemi të ndryshme, pikërisht sepse goditen edhe qelizat të cilat janë normale, mirë po janë target i kimioterapisë. Shkenca ka punuar në drejtim që të gjejë barrat të reja, të cilat do t'i shkatrojnë vetëm qelizat kancerogjene dhe do t'i kursejnë qelizat e shëndosha. Mirama nuk munden komplet vetëm këto barra të veprojnë, po patjetër duhet të ndërveprojnë me kimioterapinë. E tash të sqaroj dallimin në mes imunoterapisë dhe terapisë target ose terapisë biologjike. Imunoterapia është një ndër gjeneratat e reja të trajtimit në onkologji, qëllimi i së cilës është që të sensibilizohet sistemi imunitar për ta goditur qelizën kancerogjene. Kjo bëhet në 2 mënyra. E para mënyrë është duke e sensibilizuar qelizat imunitare, domethënë imunitare do t'i quaj, që ta njohin
qelizën e dëmshme, ta them kushtimisht. Qelizën kancerogjene dhe të njëjtën ta shkatrojnë. Dhe metoda e dytë është që të aktivizohet sistemi imunitar, të ngritet niveli si ta quaj këtë i gatishmërisë, ta them kështu, që në mënyrë më të fuqishme ta dëboj qelizën kancerogjene. Dhe me këtë mekanizëm, në një farë mënyrë zvoglohet rritja e qelizave kancerogjene. Nga ana tjetër, terapia target, ose kjo biologjike, punën e saj e kryen në atë mënyrë që këto molekula, këto terapi biologjike, lidhen për receptorët qelizor të qelizave kancerogjene, duke i bllokuar ata që këto të shumohen. Dhe kështu kur i bllokojnë, ata nuk mund të përparohen. Domethënë, në fakt, esenca e të 3 terapive është që të bëhet stagnimi i rritjes së qelizës kancerogjene. Po kur jemi tek mjekimet alternative, mjekimet popullore, shpesh kemi hasur andej këndej, çfarë mendimi keni për këto? Unë për fat të keq, këtu do të them se janë shumë faktorë që në një farë mënyre manipulojnë me pacientët që kanë kancer dhe i bindin se terapia alternative, e cila nuk është shkencërisht e dëshmuar, se do t'i shëroj nga kanceri dhe se nuk ka nevojë as pak të konsultojnë onkologun dhe terapit që janë të standardizuara. Dhe kemi shumë pacientë të cilët bile vizitojnë vende të ndryshme të botës, ku marrin terapi të ndryshme alternative, dhe pastaj kthehen sërish në fazë të avancuar të sëmundjes dhe kthehen të zhgënjur. Domethënë, mesazhi im këtu do jetë asgjë derisa nuk është shkencërisht e vërtetuar, nuk është e sigurt për pacientin. Prandaj, gjithmonë leti qasen shkencës dhe jo rrugëve alternative, sepse do humbin kohë dhe do jenë ata që do jenë humbas. Cilat janë disa nga mitet më të zakonshme apo edhe më të çuditshme që i ke hasur rreth kancerit? Ka shumë. Ka shumë. Ajo që shumë u kushton pacientëve është se kur paraqitet për shembull ndonjë ndryshim dhe i thua pacientit se ky ndryshim ke në organizëm këtë ndryshim dhe ne duhet këtë patjetër t'i bëjmë biopsion. Dhe pacienti të thotë jo, unë nuk e bëj biopsion se do më përhapet sëmundja. Domethënë është një fiks ide, është një mit aq i ngulitur thellë, sa është shumë vështirë ta luftoj mjeku. Njerëzit mendojnë se nëse merret biopsion, sëmundja do përparoj. Që është në mënyrë të kompletuar e gabueshme, sepse me biopsion thjesht vërtetohen maligniteti i sëmundjes. Domethënë vërtetohet se është kancer, edhe çfarë kanceri është. Që pastaj edhe kirurgu ta ketë qasjen më të lehtë, edhe onkologu ta ketë qasjen më të lehtë. Domethënë nuk shkakton, nuk e dëmton shëndetin e pacientit, po e ndihmon mjeku që ta vazhdoj trajtimin. Miti tjetër, që gjithashtu paraqitet, është se unë nuk operohem, sepse nëse operohem, atëherë do më përhapet sëmundja. Dhe e ruajnë kancerin e gjirit, e ruajnë, dhe kur vinë në një fazë të avancuar që nuk ke më edhe çka ti bësh. E njëjta ndodh me kanceret e lëkurës. Njerëzit i ngatrojnë me nuk është njësoj të kesh një nishan që është benin, kushtimisht i mirë, me melanom ose një kancer planocelular. Nuk është e njëjta. Dhe njerëzit nuk e preki, thot këtë, sepse pase do më përhapet, nuk është ashtu. Nëse është melanom, ajo patjetër duhet të operohet, sepse kur operohet melanomi, shpëton pacienti. Nëse nuk operojsh, ajo metastazon. E njëjta është edhe me karcinomën planocelulare. Nëse nuk operohet, kjo i prek mushkërit pastaj, nuk qëndron vetëm te lëkura. Do të ndalesha pak sërish te trajtimi i kancerit, edhe tek dezinformatat që përhapen në rrjetet sociale. Personalisht kam hasur persona që kanë vuajtur nga kanceri, janë trajtuar, kanë mbijetuar, ta themi kështu, dhe theksin e veçantë kanë vënë edhe tek ushqimi. Kam parë shumë njerëz që thonë se, domethënë fasting ose mënyra e të
të agjëruarit në një farë forme apo mos konsumimi i ushqimit i ka ndihmuar për të shëruar nga kanceri? E dini si, sa është e vërtet kjo? E dini si, kur i përmendëm faktorët që ndikojshin në paraqitjen e kancerit, ushqyeshmëria edhe si ndikon në paraqitjen e kancerit. Nëse një njeri gjithë jetën e tij nuk ka kujdes se si ushqehet, dhe në menyn e vet gjithmonë ka fast food, gjithmonë ka sheqerra, gjithmonë ka yndyrra, gjithmonë ka ushqime me yndyra të ngopura, pin nga 2 paqeta cigare, gjithë kjo shkatron komplet qelizat e organizmit. Dhe pastaj normal se paraqiten jo vetëm kanceri, paraqiten edhe sëmundje të ndryshme, kardiovaskulare, pa marrë parasysh metabolike, mirë po edhe kanceri. Prandaj të ushqyerit e shëndetshëm e mbron organizmin nga të gjithë sëmundjet, po edhe nga kanceri. Kur flasim për fasting, fasting po ndihmon në eliminimin e helmeve, toksineve që ne i kemi në organizëm. Mirë po, ky fasting gjithmonë të jetë i monitoruar. Domethënë, më jetë një fasting që njerëzit për shembull kanë pas raste që vinë edhe më thuan se 17 orë unë as nuk kam hangër, as nuk kam pirë dhe kështu do më mbyten mu qelizat që i kam të dëmshme. Domethënë, nuk bëhet kështu fasting. Trupi kërkon hidratim. Trupi kërkon minerale, kërkon vitamine, kërkon lëngje. Domethënë, një ushqim i moderuar, një ushqim i balansuar është, të them garancë, do të kemi një organizëm të shëndosh. E tani, ne nuk e dim ushqimin që e konsumojmë a është komplet i sigurt. Përse? Sepse ne në vendin që jetojmë, flas për vendin tonë, po edhe në gjithë globin është kështu. Në qoftë se gjithkohën kontaminohemi me agent të ndryshëm, qoftë pluhur, qoftë gazra, qoftë gjithçka, nuk e di sa janë të pastra ato ushqime që ne pastaj i marrim dhe mendojmë se kujtesemi, po nuk dim çka fusim në organizëm, ose sa pesticide kanë ato për shembull. Domethënë, kur jemi tek fasting dhe tek kurimi i kancerit, do ta quash mit këtë? Jo, nuk është mit, sepse edhe shkencërisht është vërtetuar se pastrimi i organizmit bëhet me fasting, por të jetë, domethënë, të jetë i kontrolluar. Domethënë, më jetë gjithë koha pa ushqim, pa ujë. Domethënë, të jetë me orare të caktuara, tash ka 4 me 4, 5 me 5, ashtu të jetë. Cili ka qenë një rast që ju ka prekur shumë, që keni pasur ndonjë pacient, që keni qenë edhe të lidhur shpirtërisht, por edhe si mjekë atij pacienti që do e ndani me ne? Në profesionin tim është e pamundur mos e ndjejsh atë dhimbjen me pacientët, sepse çdo ditë ballafaqohesh me lloje të ndryshme të historive. Dhe në një farë mënyre secili është historinë e vete, që do e dalloj një vajzë të re, 13 vjeçare, që ishte me karcinom. Ajo më preki kështu më tepër emocionalisht. I mbijetoi? Po. Po ndonjë rast që ndoshta ka përfunduar me fatalitet edhe që po. I referohesh shpesh? Ka edhe të tilla, po gjithmonë ajo që mbahen në mend këto paciente, kisha një paciente edhe ajo ishte me karcinom dhe në moshë më të re kështu i përfundoi jeta. Gjithmonë do ta mbajmë në mend si një grua e cila e donte jetën shumë dhe deri në fund luftoi. Kur jemi te grup moshat, çfarë grup moshas hasni më shpesh që preken nga kanceri? Kohën e fundit ka rënë kufiri i prekjes me kancer. Në qoftë se para 5 viteve shumica e pacientëve ishin mbi 60 vjet, tani për momentin unë kam 4 paciente që janë në moshën 30 vjeçare, që thotë se bie, mosha është relative tani, kështu që ka rënë. Çfarë ju ka mësuar gjithë kjo përvojë, domethënë edhe ky profesion realisht për jetën, për shpresën apo për durimin përgjithësi? Si e shikon jetën tani që je
ta themi, në fije të perit mes jetës edhe vdekjes, si shpëtimtare? Po, ashtu është. Nga ky profesion e mësojsh atë se jetën nuk duhet ta marrim si luks. Dhe të themi se ka kohë do ta bëj këtë, do ta bëj atë. Planet që i ke, nëse ke mundësi, është mirë të realizohen, sepse nuk i dihet. Dhe të jetohet jeta në mënyrën më të mirë të mundshme. Sa më tepër, nëse ke mundësi, sa më tepër tu ndihmohet njerëzve, tu bësh mirë njerëzve, të lësh vepra të mira. Mos kursesh, nëse mund të bësh mirë, bën mirë. Mos kursesh për atë, të kalohet mirë. Molen gjërat e këqija. A e ndjerë ndonjëherë e pafuqishme përballë sfidave që i ke hasur gjatë profesionit, apo që je ndjerë për tokë, ta themi kështu? Po, ka raste të tilla kur ke shumë dëshirë të ndihmosh, por e ke të pamundur, sepse të vinë pacienti atëherë kur ti nuk mund t'i bësh kur gjë. Nga ana tjetër e shofish se është moshë e re, unë e quaj moshë e re dhe moshën 55 vjeçare, sepse është e re, dhe për shkak të neglizhencës, për shkak të do mendimeve që mbisundojnë në shoqërinë tonë, vjen njeriu në një fazë që ti s'ke çka i bën dhe të vjen shumë keq, se i ke duart e lidhura. Cilat do t'jenë disa nga këshillat që doa sugjeroje teleshikuesve tanë për të pasur një jetë më të shëndetshme? Çfarë të shmangin, çfarë jo, çfarë duhet bëjnë? Unë do t'u kisha sugjeruar që njerëzit të mësojnë fëmijët e tyre, sepse vetëm ashtu gjeneratat e reja do të jenë më të vëmendshme, më ndryshe do e shohin jetën dhe shëndetin e tyre. Ti mësojnë njerëzit fëmijët e tyre se gjithmonë duhet të vizitohen nga mjeku. Vajzat, djemt e ri të vizitojnë mjekun. Pastaj, vetën e tyre gjithashtu ta mësojnë se duhet të shkojnë, t'i bëjnë kontrollat rutinare. Gjithashtu, kur flasim të duhani, mos mendojnë se duke i ndryshuar modalitetet e pirjes së duhanit, në një farë mënyre do ta amnestojnë atë se pin duhan. Pirja e duhanit është duhan, qoftë jetë standarde, qoftë jetë, nuk e di, duhan aromatik, ose që digjet vetvetju e kështu e ashtu, duhani është duhan dhe është vdekje prurës dhe shkakton kancer. Prandaj, le të rrisim një gjenerat që nuk do ta konsumoj fare duhanin. Gjithashtu, alkoholi nuk i ka bërë mirë askujt dhe nuk do t'i bëj mirë askujt, dhe mos e gënjejnë veten se po pim alkohol, po jo edhe shumë. Alkoholi është pëndëm. Do më thënë, alkoholi të pijet nga një gotë, jo çdo ditë, po për festa. Në rast të festash. Po, unë u them edhe pacienteve të mia se zakonisht u themi mos konsumoni sheqer, dhe them, shiqo, ajo nuk vlen kur keni festa. Për një ditëlindje ose për një festë, ju mund ta hani qoftë edhe një bakllavë, por jo çdo ditë atë ta konsumoni. Domethënë të kujdesen, gjithçka që është me kufi nuk bën dëm. Gjithçka që është e tepruar do bëj dëm. Thjesht le të jenë të vëmendshëm për shëndetin e tyre. Le ushqehen shëndetshëm, le bëjnë sport, aktivitet fizik është shumë i rëndësishëm për trup të shëndetshëm. Qoftë për zemër të shëndetshme, qoftë edhe për gjitha sëmundjet dhe për kancerin. Le të jenë fizikisht aktiv, le të kenë peshë trupore normale, sepse obeziteti gjithashtu shkakton kancer. Gjithashtu të kenë shumë kujdes se me çka ushqejnë dhe me çka i ushqejnë fëmijët e tyre. Nuk është ajo se do të ham si e kemi chicken nuggets dhe kjo është mishpule. Ti heqim ato ti them në një farë mënyre janë si marketing i bëjmë vete, se është mishpule, do të thënë nuk është mishpule, mishi pulës dihet si është, do të thënë ti ushqim fëmijët ashtu si duhet dhe veten tonë. Mos konsumojmë pije të cilat shiten, po gjithmonë të kthehemi nga natyra dhe vetë të mundohemi pak, po vetë ti bëjmë ato në shtëpi. Dhe gjithashtu shumë t'i kushtojmë rëndësi aspektit psikologjik të zhvillimit tonë. Në qoftë se kemi
përballemi me kancer, të mos hezitojmë të konsultojmë një psikolog, për shembull, të na jep një mendim profesional, po edhe psikiatër nëse ka nevojë. Po çfarë këshille do t'ju jepje atyre pacientëve që veçmë janë të prekur nga kanceri? Ato pacientë që veç janë të prekur nga kanceri, do t'ju them se kanceri është një fazë e jetës së një njeriu, dhe secili njeri në një fazë të jetës së vet mund të ballafaqohet, qoftë me kancer, qoftë me një sëmundje tjetër. Thjesht duhet ta pranojnë si të tillë dhe të mos dorëzohen nga lufta kundër kancerit. Ai duhet të luftohet derisa është e mundur. Pra, sepse asnjëri nuk e din se çka do ndodh ditën e nesërme ose mbas një muaji, mbas një viti. Me rëndësi është të kenë besim në mjekun e tyre që i trajton, ato të bashkëpunojnë me mjekun e tyre dhe ta luftojnë sëmundjen. Kjo është. Vjosa, të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe faleminderit për gjitha këshillat që ndave. Unë të falemderit edhe njerë për ftesën, shpresoj kemi qenë të frytshëm në këshillat që i kemi dhënë shiqyesve tuaj. Faleminderit, ashtu uroj. Të nderuar teleshikues, faleminderit që ndoqët edhe këtë episod të